Po, ku jeni dhe fencat e mi? Ja pra, mrami, sabah që sen ata të lypë në përkere, qiqe të shpisë, s'po mujna mi gjithë. A ju kujtohet që kom shku para disa jave me këqyra të 500, që kom dash me bli. A i rifi tha 3.500 euro dhe ma s'ka qmim. Tha mas 3-4 jave, gati, 3-4 jave më ka thirë, tha hajde mere me 2.500. Kur kom shku me marrë me 2.500 që ku është, e kom pa që amortizeri mrapa ju kishtë thy. Ju ka thy amortizeri, ajo majtë që këtë komplet. Pra, që kërë kam amortizerin, qyre që ka thy, kërë kom pa amortizer. Ta shka me bo, ta është 2.200. E bam, 2.300 u morën vesh. E ku marrë kerin, e keni pasë në vidin e kalume se qëfar bërloge, qëfar zhyllu, qëfar teneqo, qëfar bakraqe, që sot e ku marrë. Sot kum shkoj kum pastru pak i në të pa. Edhe mrenda është i pastër. Pra tash është ora diku 8:30 mramjes. Une kum vendos nesën mëngjes kismet për zotin munis për Kosovë. Pra këtë kërë me shku mjandru me amortizera, me federa, me koshnica, me frenat, me diskat, me amortizerat mrapa, me senzora, me stabilizatora, dihtu nga turbos, kene mjandru, nej senzori turbos, nej bakash nuk i di shka, po hec kere mirë, ka ona turbos po del pak si vaj, po është një dihtung i ase turbos i gjithi prishet, pra pjesë i kum marrë, i kum porosit kret, e kum ditë që kum e marrë këtë kërë 2 ditë me herët, i kum porosit pjesë janë kret në kërë. Qëni. Që, kret i keni pjesë këtu. A jeni të e panë? Me diska, me amortizera, me kret edhe pre kret matë mirave, Eimbach, Brembo, dhe me Bilstein i ki amortizerat edhe këto i keni Bilstein. Pra, mrenda jeni të e pa është pak i pastër, e kum pastru pak. Edhe për këtë radion kam marrë diçka, kështu që e kena pastru pak, e kena regullu pak. Jeni të e pa që këto vendet kanë më regullu. Kështu që as vetë nuk e di se a kena me lyj gjysën e kerit, a kena me lyj copa, a kena me lyj bytevi. Ato kena me vendos me mjeshtën kismet në prizën, tongër të pi, qysh ta zonë qef. Po edhe problemi është se qysh është çmimja, po kupton se po du këto me bë me parët volitshme, të jo më shti shumë parë në to. Nesër në mëngjes vazhdojmë vlogi, se tash u bora 8:30, jam edhe zhyll, jeni të po të pastru ton ditën kerin. S'mujta me bë video. Po vetëm që ta dini që në këtë kërë këtë 5 që ku marr, i kum rregullu këtë me nesër në mëngjes me izëm Zotit inshallah na çon. Ky kërë besoj që kam na çu. Megjithëse turbo adin është vajtu asin edhe ma ka qitë një kod që diçka turbo. Po, besoj që kam u rregullu këtë në Kosovë. Kështu që ta këshyr makina me mujt me mëni pa kur fratelashe në Kosovë. Kështu që unë vetë ku më nis, vetë me kërkush nuk është me mu. Hajri kof pra, nesër në 4-5 mëngjes lemrona pra. Mos harroni ju me u bë like, sup para se me shku këtë video deri në Kosovë pra. Jo, mirë mëngjesi. Pra u rikthym prej pramshit në sabah. Unë isa për Kosovë me fave T4-shin, me ato që e keni pa ma herët në video që u kon loqi të ringun. Besoj që një javë ditë maksimum ku menen Kosovë të rrit rregullohen këtë këto senat, të ndrohen këtë ato senat.
edhe musha me shti dikun me pastrua edhe ta këshyrim. Nese, një ditë po mdoke se kam në Kosovë, inshallah për një ditë kryet. E di që njerëve kam më hongër, po s'kam shka me bojt, gjithmonë që shto, pra. Shimi në Kosovë, ajde, vazhdoni sot me më këshyr, pak rrug, pak me tregu, pak monotoni, vetë në kjerë që kifle, qokolata që si sende kafe me veti, po. Shnash, vazhdojnë ba. Edhe më rinëm në Hungari, pra për momentin gjendëm në Hungari, është koha shumë mirë, ora 7:30 u bo, jem të i gra 110-120, se e kom dritën e abesit dhejës, dritën e asaj që këshyrim, qka e kom fjallën. A e pa se cila drita gjën të dhejës. Tash para 5 minuta mu ka dhejës edhe drita e vajt. Pra drita vajt dhejëzët se te turbo, ana e turbos është tu pik vaj pak si shumë. E është po mdoka se një diktung është i prisht, që i prishet gjatë të këta kjerat, e ka i kishë smuje, po e kam me veti 3. E tash duna dikun mu nalë edhe me qitë pak vaj, se ma dhejëzit parës dritën, kështu që nuk u banë pa vaj, hiq, që mos ta prishë turbon komplet. Kështu që besoj që qështu kada ka dal, kena me mri. Por atëri të që kena bo 100 km, ju të regova jem në Hungari, po është perfekte, me hongër me pi, po, muhabet jo, vesh me juve qëtu. Edhe, po vazhdojmë rrugën për Kosovë, me hajrë koft inshallah. Tash pas pak nalim e që edhe 500 metra po vike një parking, po nalim e shtu mi qitë pak vaj. Edhe kjo unal, frena dorës nuk i kap ndokot vesh 20%, nuk po punon edhe mirë, pra mirë që unalëm me gjujt që edhe një frapologe me gjujt, këto sandet me gjujt, pra dhe me qitë turbës vaj pak. Pa na fak ku marrën e vaj me veti, po e para më përlogin me gjujt. Opa! E mek mos bomi njës të këqi, me gjujt përlogin rrugës, nuk u pan. Hajde. Tera më shirë. Ejtë, akserat e hajtë. Biro baco. Epëla. Tash, qëfar vaj mi qitë? 5V30, 10V40, a 5V40. Ene mene mu, razbis tu. Demek pe marim qëta. I qesim 5V30. Seksioni këto të turbo po mdokët, është në shijet të pik. Nuk di a e pat ajo. Hajte, opala. Ta lenje shku telefonin. Hajde me bismillah. Ti marim a dorëza së namin, apo? Hajde, opala. Hop. Jo, sem të e pi. Po ja qesim një gjuslitë të këshurim, a i vinë hala ma shumë.
s'ta marrim një copletër. Më doket koka në minimum, pja qesim 1 litër. Ma mirë 1 litër se në gjysh litër. Inshallah mrina, 1 litër shkoj, hajlo pa mri në Hungari. Ha! Po, hajtë se bohet. Hajtë se bohet, thënë shqiptarët. Nuk ka problem. Aj. Ani çka po menoni? Ako me mëri gjalla hiç? Besoj që po. Uj! Që njës motori. Për që t'je mrapa, ashtu dal vaj. Edhe po besoj që është qaj diftungi i turbos. Se qatë diftunge e kishin këta smuja. Kështu që edhe unë po besoj që ajo ish e prisht. Nëse ta këshyrim tash 1 litër ja citëm, a pi vynë ala ajo, nëse i vynë ala dhe mi qitë prap, nëse nuk i vynë, po vazhdojnë me gra. Pi graj 100-120 nuk për mundoj ma shumë turbën, se helbete po shket për prishe edhe ato taksirat mes komplet rrugve. Hajde pra, vazhdojnë me na shikua. Shkum. Vaj i qitëm. 1 litër e qita vaj. Ta këshyrim të sa ko me mëri me 1 litër vaj. Pa një paj prap vaj. Pra po besoj që disa kilometra ko me pas pak pushim. Edhe mandej. Tjerë me në Kosovë, se këtë me në Kosovë se ne s'ka problem. Ka ullje lirë sa dush vaj. Mos lypim atër tjetër shka se për vaj mësën e sa dush kene. Hajde eri kofte rruga marë. Hajde. Biro bat. Shkum. Shimi pra në autobon, ha? Edhe në Budapest mrinëm. Njëherë kena mri mirë në Budapest, ta këshyrim tash se ja po vazhdon rruga që shtu me qëtu pak Budapest koka si kolon, koka në të punu rrugë të i nërreq, kështu që t'ju të regoj dhe është në Budapest njerë mrinëm. Drita e vajt halas mu ka dhejs, kështu që ishala edhe një rrugë gjatë nuk më dhejzet hiq, po qka po më dhejzet është kjo. Pra si pi graj ma shumë se 110 ose 100-110 me njerë për dhezet, besoj që du t'mja ndru këto sendet, një 5 sopa i ka, nuk e di shqip që ka nemen, po e di një ju ndoshta, muni me më tregu, edhe të mësona biladone. Pra, Budapest, po vazhdem të rrugën për Kosovë, besoj që nëse qështu rruga shkon të i gra 110-120, besoj që ka ora mas vonti nëse kufit janë qilë normal në ora 7 mame po besoj që ka me mëri në Prizren. Pra vazhdojnë me në këshyrë.
Unë olëm një fa pauze me bo se maru. Pra Budapestin e këm kalu. Jem drejtim për Serbi. Diku edhe një 150 km më duke të jerin kufit aty në jem. Edhe mandej drejt Kosovës. Teri këtu mirë njerë, teri për këtë moment nuk u ka dhez drita e vajt, hala jo. Ta këshyrim se kur e ka merë më dhez, mja si të mandi edhe 1 litër, edhe qështu me shtyteri në Kosovë. Edhe mandi me regullu. Pra, vazhdojnë ju me më këqyrë mu, se muhabet, s'kom shka ju bëj, këshyrë një vetëm rrugën, tjeni veç me mu. S'po di çka me thonë, në këtë vlog, si çdo herë të shku për Kosovë, gjithmonë monoton, gjithmonë njëjtë. Kështu që një like e meritoj, mandej në Kosovë, të rregullo kerin, pak të shetit, shihemi prapë. Hajde pra, po vazhdojmë rrugën për në Kosovë. Hajde të e pa njës, këtë dritet më kanë dhez. Shka me bo dha, hamo po hec. Këtë dritet dhez, hamo po hec. Hajde, qështu ka da kadar të erin, se jem sune. Hamo fenca di shka një sen lajmi mirë. Ju dini që unë sa herë kum ble kjera, sa herë jem njës po Kosovë. Qka s'ka punu? Klima. E të ky po punan. Pa një 5 minuta lishova, po punon, ta këshyrim të riku ka me punu. Dhe me njëre kom flat. Inshallah punon të erin Prizren. Mandej, atje nuk ka problemi madh. Besoj që muj atje me mush me regullu nëse lbeti diçka, si gjdo kërë tjetër që e kom regullu. Pra, për njëherë një lajmë, bile një lajmë e mirë për mu. Klima po punon. Frenat i kom 50-50 se që ka nejtë kërë shumë që disa muj ju këshin dyshk frena për para dhe kur po frenoj adin prej 100 km në orë po dridh pak adin ju pak po bahegi po dridh kështu që po adin jenë të prishta amu i kom leke treja diskat mëra po janë të mira ato në prezentu vetëm i gëdhent pak pra edhin që se në da vesh pak mi gëdhent edhe mi pastru edhe mandej mi të hi prej A deri në që aty diku G-a se për ma shumë s'kemi pare ju jeni alo me mu që ajo kryesorja po më shikoni edhe që kam ju të regu ma jem edhe diku edhe një 80 km që shposhijet prej kufinit me ata Kastravecat po që shposhijet ata Kastravecat ka me qenë për mdokët një kolon se po ka shumë tjera prej Anglis ka jenë të shku vërë të Anglis ka jenë njës hiç se di edhe inshallah nuk ka kolon shumë e prit besoj që jo fundit shka me bo klima po punon njëherë me kafen e qaj i kena marrë me veti kret një rrypë Selçuk e kom gjetë shpje e kom marrë por e kom ble para 2 vjetë po më doke që Selçukën e gjeta e shien e kish qëshme dhe se nese Selçuk mua adhen shka s'kin tonë e tash me pa me këqyre dhe shien mira të këteti barki nuk në ka mira basi s'kemi tjetër betë është nese, vazhdojnë me në këqyra dhe pas pak shihemi në kufinin me Kastravecat peace njes mrinëm në kufi të Kastravecave nuk pas ka guzhën që shmenova une pa të na fak edhe unale musha naft edhe i fshin edhe njërë të kodat të që mu kanë lemru tash ndoshta lemruhet prap amo po hec qashtu po hec pi lemruhen gabimet po hec inshallah qështu teli në Kosovë
Pra dashëm me tregu që unë e mrina në Hungari, kufi me Hungarinë e lash mapa me, tash jemi tek Kastravecat, besoj që aty këta s'kam pas probleme. Kështu që shif me rrugës, muhabet me vetveta, u knasëm. Hajde. Ja, edhe të këta Kastravecat hinëm. O, këta Kastravecat më ngullin një Kastravec. Këto pjesë që i ka me vetën e këta amortizerat federa, tha këto të duhet me pagut të atim. Që shbësh të atim unë jem transit, tha java, ku tinë Serbida, duhet me pagut të atim. Për me fak veç 2 sende, tha pjupojna amortizerat, tha edhe diskat. Ato të dyja përmojnë diku 350 euro, atë mangulli të të kushtur përqin, pëllypshin të atim. E mangullin 88 euro. He, në unë një hajt. He, në unë Nese. Shka me voq tash. Projekt po lipim, që e projekt. Ani ku shkem të është në Kosovë, që mangullin edhe atat Kosovës edhe një mirë të atim. Inshallah si kanë 40%. Ta këshyri pra. Nese. Jem qëtu një 150 km për Beogradit larg. Edhe e musha keri në Hungari, nuk e musha të këta majmunat. Si allash edhe ato parët. Kështu që nafta tjetër në Kosovë. Nuk e dia u liru nafta njëta që ish liru ba. Shnash, rrugës Krukushit veç unë e kënduket. As një kër me kajli, as një Kastravec rrugës, as një dikon me shkel bile. Bile njonën me shkel, hajtë më që e ku shkel njonën. Nuk ka, për i lartë s'ka njerës. Vesh livave. Koha perfekt, koha nëzet. Klima hala po punon njerës. Hala po punon. Hala, mashallah, mos i bim sysh. Mashallah. Nese, u shojtëm, ju të regova, edhe njerën. Ne unë veç për i natë, i shoj edhe njëherë. Shimi kismet rrugës ma vonë pak. Ajde, vazhdoni me në këshyrë. Bile për qëto 88 euro të atim, 88 lajka minimum. Ajde, shimi. Beograd, të këtë Kastravecat hëllë më të majtë. Po e më të kalu Beogradin, e të mlëm pak në mas, edhe kafja 3, plus një kafja 4 për sot. Edhe një 2 mramje, 6 kafe, luja në nave, luja. Kështu që, dashtë me të rëgu, se serë nënë të këtë McDonald's-i këtu të këta Kastravecat, mund prishtet kjeri, si herë në fundit me dheja, si herë jakë më bajt gallë, dhe thësha, munajna, mos munajna, hajtë të shponajna, dalë ku dalë, po, nuk u prish kur gjo, su që kretë njëjtë kamet, po dhezër e drita e nxemjeve, qështën ato, për me djekë në naftën, si qëtë herë, ama po heq mirë, po e së rahat, halem nervoz për që do 88 euro të atim, floka kam del, edhe kafja s'kam pijet. Po s'kam me bobe vla, që shtu e ko jeta. Njoni të ngull, qetri apet të ngull. Që shtu e jeta. Nese, Beogradin e kalum, kështu që besoj që drejt Kosovës, nuk kam e moki më të lashe, po sa ma nga të Kosovës, qash ma mirë, që Elveti t'i shkam me bo me ndodhë, vjem nga të Kosovës, edhe vjen dikush me marë. Nështë e ka dikush për juve në shlep edhe shlepin në kra edhe jalla me marrë armendin dika. Inshallah shina vesh për të mirë për kafe.
jem pak para kufinit të Kosovës, kështu që jemi gëzuar që komuniteti këtu ka kur farë problemi të për këtë moment. Edhe po besoj që kena mi në Kosovë me faqe bardhë. Me minus 88 euro, po me faqe bardhë. Kanë thonë ka dalë mos bon hop pak sy se s'dihet. Ta këshyrim bravo. Dhe sa që të regoj që unë jam pak para kufinit të Kosovës. Edhe hala është ditë, hala është koha dili, jeni të pas syzet e mija. Ora është 5 e diçka, vetëm që to 3 dritat janë hala dhes. Do me thonë, dritën e vajt nuk ma ka dhejtës. Tash po besoj që kora 7 e gjysë, mas vonti, po besoj që në atit unë jam në Prizren, edhe ma ndej me shku milion tishat, me ndru ma icën, edhe me shku me pit kafe një 2 pokalla mitis Shatrovanit. Lemromi pak ma vonë prej kufinit të Kosovës, edhe atër do me thonë që kena arrit cilin, se për ku jena nis, edhe qysh jena nis. Dhe me gëllu e dini se këtë kjerve që kum ble, ish pak e kum pasru për logjit, amortizerin për mas që kum hek se o kun një thyt, për para Federi mu ka thy, luja daj luja, edhe qështu jem nis. Dhe me motori vaj, turbo vaj pa qet, dritat disco këtu, edhe tha hadi ku për nisësh, adin dhe shajt, edhe se nisën edhe se fundit me bon me mlon dika e shes për pjesë. Po, nuk kom la për fat, adin, për fat mirë, nuk kom la. Në pronin Kosovës që çdo kerte i tash ka pro. Nese, ajde, po vazhdojmë rrugën edhe pak edhe në Kosovë. Para kufinit, para merdarës, rrugë lam. 1000 kilometra i bona, pa amortizer, pa feder, kur gjë heq. 5 kilometra para se mi në Kosovë, Kropar ka 1 metër e gjys, që nuk për të e projë, që hajde që 1 metër. Biro Barco, ja pëshursha rrugë të në këtine. Fjere, lam rrugë, qëre, lam. Ka 1 metër rrugë, ka 1 metër gropa, ja. Biro Barca. Po, kryesore, gati mrinëm në merdarëm. Edhe këtu i grupave cik-cak. U mytëm në hajtë. Biro Barca. Po, ati ka një pa amortizer për mas, për para Federi thëjt, kërshkeri për njën, si me gra kolic, bëtësën. Nese që edhe pak edhe mrinëm në edhe një grupe mave, ke? Pas të nëzini për të mave. Nese, hajde po lërmohemi prej kufinit, ma di për të mrim, inshallah, nuk i lo edhe ata amortizerat 2 tjerë që i kom qëtu. Shnash. Ora 10:06 mrinëm në Merdar. Pra, grupat terin, jo ngu po terin shok që shten ata. Ama na mrinëm në Merdar, mrinëm në Kosovë, tash çka do që ndodh, ju kom juve këtu po mdoket, da. Dhe me prej kufinit, e të janë ena prej Podojevës, se janë do mekaniqarë të mirë të Podojevë, në këtu në Podojevë një, ata nuk më rëndë sigur në lëqë, po inshallah në qanë terin për zemë. Pra, nëse elbetën në sen, ju le emraj. Ajde, ta vazhdojmë rrugën të shterin në Prizren, besoj që për një orë gjys, 2 maksimum. Qysh menu që të kora 7:28 me qenë në Prizren. Jo, më në fund hinem në Kosovë. Pra, edhe këta kënë të ma fut, si ata Kastravecat.
kënë të mangulla këta dhe shë, o burë dhe shë, të shkanë marrë dhe shë, apet të shparase dhe shë të më të sira. Po na fak, kënë një i mirë dhe s'ka për me dhe një me pagu të atim. Katastrofë. Nese, jem të i pa qmimet e naftës këtu kokshtet i Mariu. Perfekt marrë një ere e 10 cent në Podojev, nafta, ljumit ju, Unë e musha në fundit e ku mush në Hungari 1,60 €, se kështë të thënë 1,60 m. Ju të nësam bëm midis rrugës, kada, më sugut, kada. Nese burra, mrina në Kosovë, pra po vazhdojmë rrugën për Prizren, besoj që më rishnash, masi nuk i lash amortizerat tjerë në Serbia, gjithë ato që kanë grupat ka 2 metra, këtu asfalti është mermer, baco, paradis. Kështu që po vazhdojmë rrugën edhe pak shifemi në Prizren. Hajde! Edhe më në fund, mërinëm në Prizren, pak i njerësit, i një të po dhe flokët e mija kërka hic, amo mërina në Prizren, pa kërfa problemi, mulles drita motorit edhe njëherë, po mësova që ajo ishë veç kështu, në disko. Kështu që e qova kjerin me njëherë të mjeshtë e naltë, pra nesër të këshyrim me shku pak mjanis me regullu, edhe nuk po di, ndoshta kena me ly bytevi kjerin, me një ngjyrë tepër të bukur, ose me ly flek që sen ata, veç me polirat. Qka po më njënë, a me ly BTV, komplet kerin, apo me lën flek edhe qashtu që shresh. Mu, shka po më penguen branikat që janë zi, kështu plastik e egar. E po du me ly branikat, po për me ly branikat po ka shumë pun, ta këshyrim që shka ku mjeshte, se e kom pru kështu si spontan, e besoj që diçka kena me bo. Kështu që ky vlog këtu mbaron. Shumë premtet që ketë me mu, pra shimin e mi në vlogin tjetër. Bye!